Kuptoj. Mirë, ja të shohim se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë, Andoni Minher ka pasur reagime nga ambasada, nga faktori i Bashkimit Evropian, sa i përket vendimit të kuvendit me shumicë votash për të rrëzuar kërkesën e SPAK, ku mes rreshtave pra thuaj që drejtësia nuk duhet të pengohet për të hetuar korrupsionin në nivelet më të larta. Ndoshta për ta lidhur pak edhe me çështjen e integrimit, këtë se çfarë po ndodh aktualisht. Si e lexuat ju reagimin e ambasadave? Ishte një tërheqje ndoshta e veshit politikës për presionin që bëhet drejtësisë? Dhe nëse do të lexohet kështu, a do ketë një reflektim ndoshta në raportet ose në ngecjet direkte të integrimit të Shqipërisë drejt BE-s? T'ju them një element. Është e vërtetë ajo që thon tashmë shumë njerëz që janë afër grupit të socialistëve që ndërhyrja e ambasadorëve është e tepruar. Po, është e tepruar. Pse? Për ne shqiptarët është sepse një ambasadë thjesht përfaqëson, të themi, kontaktin e vendit përkatës me vendin ku është akredituar. Por neve që nga viti 91 kemi dhënë të drejta, sidomos ambasadës amerikane dhe ambasadave të vendeve kryesore, që në Kosovë njihen 6 ambasadat si ambasadat e Quintit, që jo vetëm të diktojnë, por nga ana tjetër edhe të kumtojnë mesazhet të ambasadorëve, të cilat përkthehen pastaj në qëndrime ose në përkraje. Për shembull, ju nuk e keni arritur ambasadorin e parë amerikan që ka qenë në Shqipëri, Ryerson. Ryerson ishte gati guvernatori i Shqipërisë. Për mos thënë pasaj një sër ambasadorësh të tjerë. Ata kishin fuqi pa çka se mbas tyre ishte zëri i departamentit të shtetit, pa ata i jepnin vetes atribute shumë më tepër. Dhe këtë ja dhanë ne shqiptarët. Neve ishim ata që u kallandisëm në vitin 98 që në Shqipëri erdhi ish kancelari austriak Vranicki dhe arriti të paqëtonte palët, sepse Shqipëria ishte në prag të luftës civile. Në fakt një aneks i luftës civile ishte dhe po të kalojmë në ditët tona, po ta keni parë me kujdes. Ambasadat, për shkak se përcjellin qëndrimin e vendeve të tyre, u duhet të qëndrojnë në kokë, sidomos ke organet e drejtësisë. Prandaj po ta keni parë me kujdes, qoftë ambasadori britanik, qoftë ambasadori gjerman, kanë qenë të pranishëm në SPAK, ku kanë shprehur mbështetje, ku janë njohur me problematikat dhe ku kanë inkurajuar në emër të vendeve të tyre. Sepse eksperimenti shqiptar është një eksperiment që se ka marrë përsipër askush në drejtësi nga vendet e tjera.